Unë kam titulluar këtë bisedë Maestro i shumë roleve, por kush është jeton Pustina kur e zhveshim nga gjithë këto role? Është kënaqësi që sot ta kemi për herë të parë në Prizma. Mirë se na erdhe, është kënaqësi në fakt. Gjithmonë. Mirë se u gjeta Flora, kënaqësia është e imja dhe faleminderit që çdo herë jep pjesë edhe ndjekse aktiviteteve tona. Me shumë kënaqësi në fakt. Jeton si ka nisur për ju viti 2026, unë e di që në përmbyllje të vitit 2025 gjithçka nisi shumë barë, mori një hoft jashtëzakonshëm dhe besoj që kjo energji e bukur dhe këto suksese ju kanë shoqëruar edhe në vitin 2026. Dhe guxoj t'ju drejtohem me jeton, ose profesor, si të doni ju. Jeton më mirë. 2026 ishte një vazhdimsi e vitit 2025, mbase filluam në emisionin Got Talent në Shqipëri, kishim edhe incizimin e Gurës Popullore në Top Channel, dy evenimente shumë të mëdha për rrethin shoqërinë ku funksionem, dhe sigurisht janari ishte një vit i sukseseve, mbasi e përmbyllëm me shumë sukses kompeticionin në të cilën morëm pjesë dhe incizimi i Gurës Popullore si prezantues të traditave të shqiptarëve të Maqedonisë u bë një emision goxha i mirë, i cili kishte një impakt shumë të madh në tek ardhashësi. Shumë e vërtet. Unë uroj që këto sukseset ju përcjellin deri në fund të këtij viti dhe nuk e di, ka qenë muaji janar muaj i gjatë për ju si për gjithë tjerët? Janari çdo herë është muaj i gjatë dhe nuk mbaron asnjëherë. Është muaj në vete, më duket, vit në vete. Sepse fillimi i janarit është çdo herë i zjarrt, qoftë me festën e vitit të ri, qoftë me ato manifestimet e fund vitit që i bëjmë, dhe pas 10 janarit çdo gjë zbehet dhe pas 10 janarit ne fillojmë i numërojmë ditët, për atë arsye na duken shumë të gjata. Edhe rroga mbaron shumë shpejt. Pas janarit që është muaj i gjatë dhe i pak i mërzitshëm, do të kisha thënë, vjen shkurti që me të vërtetë është i shkurt, do kalon shumë shpejt. Edhe muaji i dashurisë mbi të gjitha. Po, sigurisht po. Okej. Ne jo rastisht e kemi marrë sot kitaren me vete, sepse kjo është ajo çfarë juve ju identifikon patjetër, dhe gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin duhet presin deri ka mesi intervistës, sepse atëherë do kemi rastin që nga studio emisionit Prizma të ndjekim ca performanca kështu akustike nga Jeton Pustina. Jeton, unë thash që duam të të njohim ndryshe, të kemi një rrëfim tëndin për te sukseseve, për te skenës e notave muzikore me cilat ti edhe je rritur. Dua të të kthej në fëmirin tënde, në tetovën tënde. Unë e thash dhe në hapje që juve dua dhe preferoj t'ju quaj si shpirti i kulturës tetovare, sepse i tillë dhe jeni. Cilat janë ato kujtimet më të veçanta të fëmirisë që ju kujtohen tani instinktivisht sapo po a bëj këtë pyetje? Dhe si ka qenë fëmiria juaj, çfarë ju kujton juve me tetovën tuaj të asaj kohe? Unë mendoj se kam pasur një fëmijëri të lumtur, si shumë e gjithë gjenerata ime, kur e krahasoj me fëmijët e kohës sotshme. Për arsye se unë e mbaj mend se një kohë shumë të madhe kemi kaluar me shokët bashkë, duke luajtur futboll, duke vozitur bicikleta, duke shkuar me prindet në piknik, duke na shkuar me prindet në shfaqje teatrale, duke ndjekur organizime të ndryshme. Në fakt, shumë kohë ne kemi kaluar me njëri tjetrin, dhe aq mirë e bukur ka qenë ajo kohë, sa që sot e kësaj dite unë mund shumë gjëra të përmendi. Dhe fëmijëria ime, për dallim nga shokët tjerë të lagjes sime, ka qenë ngushtë e lidhur edhe me shoqërinë Xheladin Zeqiri. Për arsye se aty kam filluar në grupin e dramës për fëmijë nga mosha 10 vjeçare, dhe çdo gjë rreth meje është e lidhur ngushtë me këtë shoqëri. Në fakt, edhe më shumë i mbaj identiteti juaj, do thoja me fjalë të tjera. Edhe më shumë i mbaj mend shfaqjet të cilën kam qenë pjesë e atyre shfaqjeve për fëmijë, incizimeve për fëmijë, klubin e fëmijëve të lumtur atëherë famshmin, ku merrja pjesë si fëmijë aktor me shumë të tjerë, mandej udhëtimet me shoqërinë në qytete të ndryshme, edhe në Gosivar të shkonim, edhe në Shkup të vinim, për ne ishte një përjetim i jashtëzakonshëm, sikurse e kishim dikush na kishte dhuruar tën botën. Kështu që fëmijëria ime është e lidhur ngushtë me aktivitetet kulturore, por edhe me përveç shkollës,
edhe me ato lojat fëminore të cilat i kemi bërë bashkë me shokët e mallës. Po, besoj që edhe lojrat atëherë kanë qenë ndryshe nga lojrat sot. Nuk ka qenë ajo koha e teknologjisë, keni pasur një fëmijëri të vërtet, do thoja. Dhe më vjen keq që të njëjtën nuk e them dot edhe për fëmijët e kësaj kohe moderne që po rriten dhe nuk po e përjetojnë këtë fëmijëri që e keni përjetuar ju në atë kohë. Ashtu edhe bëjmë edhe krahasimin. Në qoftë se ne si lagje kishim një klub futbolli, ne kishim edhe numrat me të cilën luanim. Unë e mbaj mend se çdo herë isha ndër më të shpejtit, por jo më i miri, normal, po më i shpejti edhe kisha numrin 7. Organizoheshim, po, jo detale, po jo detale shumë të rrezikshme. Organizoheshim me lagje të tjera edhe dinim se të premten do të lunim me lagjen tjetër, me ishte një festë e vërtet, më lidheshim çdo natë bisedonim. Kështu që në atë periudhë u paraqiten edhe kompjuterët e parë nëpër shtëpia, edhe atëherë kush kishte një kompjuter, ne të gjithë mlidheshim aty të lunim ndonjë lojë, po janë disa përjetime që me të vërtet janë të ngulitura në trurin tim dhe i kujtoj me andje. Do me thanë, nuk i kisha kujtuar një kohë të gjatë, po ja që ra ky shkak që unë edhe ti mendoj, ti kujtoj dhe ti bisedoj, por mbi të gjitha ka qenë një fëmëri shumë e lumtur fal prindërve tanë, familjes, rrethit, shokëve e kështu me radhë. E vërtet. Me qenë se përmende prindërit, dua të ndalem këtu, i rritur nga 2 prind artist, baba juaj ndirë nëse nuk gaboj ka qenë aktor amater, m'duket. Nëna juaj edhe tani është aktive me korin e grave, një zonjë shumë e nderuar, të cilën sigurisht do ta shohim pastaj edhe në fotografi. Jeton, sa ka qenë përgjithësi për ty të rriteshe në një familje me 2 prindër kaq ambicioz që në atë kohë dhe mbi gjitha sa ka ndikuar në formimin tënd profesional pastaj në rrugtimin tënd që ti ke zgjedhur? Sigurisht, meritën kryesore e ka i ndjeri babi im. Për arsye se ai edhe si fëmijë neve na mirte, edhe mua edhe vllaun tim i cili është në Amerikë, na merrte të shohim shfaqje, na merrte të shohim koncert, ku neve as nuk na shkonte mendja. Na merrte na jepte në vetur, do shkojmë në Shkup, do të shohim balet për fëmijë. Që rrallë fëmijë të tjerë kanë përjetu ose kanë pas mundësi të vinë në Shkup të shohin në para të 30 vjetëve bisedoj, ose ka koncert ansambli i Shqipnisë që ishte ëndër atëherë vjen në Dibër ose në Gostivar, Tetov, Shkup, na mirte edhe na çonte vetëm e vetëm të na mbjelle atë dashurinë për kulturën, se për arsimin më bisedojmë se vetë ishte profesor i gjuhës shqipe, aty ishim të detyruar të lexojmë lektyra dhe t'ia shpjegojmë. Edhe t'ia shpjegojmë, por edhe vetë ishte një shpirt artisti që artist amator në konkrahasim edhe me artistët që kanë mbaruar fakultet, mundet ka qenë 2-3 shkallë më lartë, jo vetëm ai, po tanë gjenerata e tij ishin shumë profesor ose intelektual të përgatitur. Edhe ai kur edhe mësonte lautën e malësisë përmesh, sepse i dilten skenë aktivitete të ndryshme, promovime librash, datat tona historike, recitonte përveç se edhe aktoronte. Unë isha i detyruar të ndjeki komplet bagëtie, bujqësi, lauta e malësisë, e shumë vepra të tjera të migjenit, fanolit e kështu me radhë, edhe kishte raste kur më kontrollonte, a edhe pse e dinte tanë përmensh, të shofe se ajo më duke e ndjek, dhe shumë herë më ka kapë se nuk e kom ndjek. Edhe do me thonë nga... Një farë presioni i lezetshëm, që pastaj të ka shërby pozitivisht në krejt rrugtimin të. Njeriu kryesor që unë e ka marrë këtë rrugë, dhe në qoftë se ka arritur ndonjë sukses, qoftë mesatar, qoftë sado që tjetë për mua shumë i madh, ma meritori është prindi im, baba im, edhe sigurisht edhe nana. Nana është motër medicinale, por duke ndejt me... Artiste në shpirt. Po, artiste në shpirt, edhe sot e kësaj dite jep kontribut në grupin e grave të Edhe kujdeset bile për ato. Edhe sigurisht që vazhdojmë t'japim kontribut, edhe shumë më mirë, edhe shumë më vlerë është kur tanë familja janë të kyqur në këto procese, jo vetëm një. E qartë. Tani, unë nuk po du ta humb këtë moment, sepse po më duket momenti i duhur, dikush ka vendos të të përshëndesje tonë, se kush është ai person, do ta lus tani regjim videoja që sapo na arriti, në qoftë se e kemi gati, ta ndjekim bashkë. Regji nga New Yorku. Toni, ti e din se unë jam fizikisht larg teje, por shpirtërisht kam qenë gjithmonë pranë teje. Ti je krenaria e familjes Pustina, edhe unë jam krenar që jam vëllau yt. Veçanërisht Era edhe Shpendi janë shumë krenar që ti je xhaxha i tyre. Ti je zëri i Tetovës,
një zë që ka shpërthyer për te kufive, edhe kjo më bën ende më të lumtur. Nga shqiptarët e Amerikës, posaçërisht nga tetovarët, edhe nga dibranët ke shumë të fala dhe mirënjohje, sepse puna juaj na ka ngritur jo vetëm si qytet, por edhe si shqiptar. Sa herë shoh shoqërinë kulturo-artistike Xheladin Zehiri, e di se pas saj qëndron dora dhe mendja jote. Sa herë dëgjoj zërin e nënave të grupit të uta, herë në për festivale, herë në për televizione, zemra ma thot se truri dhe shpirti pas tyre është vllau im. Kudo që hi në Facebook ose në përjetës sociale, dhe çdo herë ndalem sepse e di se pas saj qëndron vllau im. Fal punës tënde, vllau, Tetova nuk është më lart meje. Tetova jeton edhe me mua këtu në New York. Në çdo zë, në çdo kënd, në çdo emocion unë e ndjej ngrohtësinë e vendlinjës time. Ti për mua nuk je vetëm vllau im. Ti ke qenë edhe udhër rrëfyesi im. Për ti unë përulem me respekt të pafund, me dashuri dhe mirënjohje që nuk maten me fjalë. Vazhdo Toni, sepse gjithçka që bën po lë gjurë. Do të mbetesh përgjithmonë krenaria ime, krenaria e familjes time dhe krenaria e gjithë qytetit tim Tetovës. Respekte. Po që të emocionuar jeton, mua më duk personi i duhur. Në fakt nuk e pritja edhe me të vërtet u emocionova, sepse Loni sigurisht o vllau ime dhe e përmenda bile pa. Po prandaj thash nuk po e edhe ai ka qenë faktikisht pjesë e pandashme e fëmijërisë, çdo gjë që e thash për vete, bën pjesë edhe Loni aty. Bile pre artistë dhe fëmijë ishte më i talentumi për të gjithëve. Domethënë edhe ai ka ndjek ka qenë pjesë e shfaqjeve, dramave, e incizimeve televizive, shumë më i lëvizshëm se unë, shumë më i lasdrum se unë për edhe qa më bëhe qefi dhe ndjehem shumë mirë me Lonin, se kur shkoj në Amerika shkoj shpesh, edhe atjo shumë i respektuam. Edhe i suksesshëm në sferën atje, në gastronomi. Mirë po ka edhe një problem, ta shumë kur shkoj në Amerikë së nri shumë me Lonin, mbasi shokët dhe rrethi ati për ndert Lonit më bëjnë respekt mu. Shumë ma shumë ko kaloj me ato tjerët se sa me Lonin. Sido që tjetë është një djalë i cili kudo që ka shku, do me thanë, ka lanë shenjat mira, edhe atjo shumë i suksesshëm dhe mbohet qefi, kushdo që i vjen për atje ose unë shkuj në Amerikë, ka fjalë mira dije dhe o shumë i dashtur, e falenderoj shumë për të fjalë. Me të vërtet nuk e pritja, nuk më shkoj në ndërmendje se Loni të dale, edhe e pace është edhe artist. Shumë e vërtet. Unë dua ta falenderoj shumë publikisht Loni, sepse e kam bë pak stres, e di që ishte me impenjime, edhe diferenca e kohës, mezi arritëm që ta kemi në kohë në momentin e dur këtë video, kështu që faleminderit shumë për gatishmërinë. Edhe ju falenderit shumë, unë prisha edhe një prej këtu, ama jo se për Amerikë. Ideja ishte që të gjeja personin e duhur, që të prekim në sentiment dhe në pjesën më të bukur tuajen. Jeton janë të kuptueshme këto emocione, beso. Janë krejt kuptueshme. Tani duhet flasim pak për shkollimin tënd, një pjesë besoje pandare kujtimeve tua, të kësaj periudhe është edhe shkolla, si fillore, mesme, pastaj edhe universiteti. Cilat janë kujtimet që ti mban me vete nga këto periudha? Po në shkollë faktikisht ne kemi kaluar edhe shkollën fillore të muzikës, shkolla e mesme e muzikës, fakulteti muzikës, dhe çdo ka qenë lidhur edhe me shkollimin artistik, por edhe me, do më falni pak, edhe me aktivitetet kulturore. Në shkolla fillore ka qenë periudha e fëmijërisë, ajo periudhë cilën kur dilni prej shkolle, shkonim luanim me shokët, duhet ta plotësojmë edhe orarin për të mësuar në shtëpi, për të na kontrollojnë detyrat e shtëpisë, edhe çdo elemente ka që simbolizojnë shkollën e fillore të muzikës. Në shkollën e mesme të muzikës, përveç mësimit, aty vetë kam filluar unë, por edhe gjenerata im, komplet klasa ime, të jemi aktiv edhe në jetën kulturore të qytetit tonë. Thash, çdo gjë ishte lidhur me shoqatën Xheladin Zehiri, si shoqatë vetme e cila funksiononte ashtu siç duhet në qytetin e Tetovës.
Dhe nga shkolla e mesme, përveç se e mbajmë mend mësimin dhe ato dëfrimet që i bëjshim natë mosh, normal kemi qenë 2 deri 3 herë javët në përprova, 1 deri 2 herë mujt në për udhëtime, festivale, koncerte jashtë qytetit, incizime, udhëtime ndërkombëtare në Europë, e kështu me radhë kemi shku në shumë shtetet e Europës, kemi qenë në periudhën e shkollës mesme, në festivalet ndërma me renome në Europë, në Turqi, në këto shtetet ballkanike, dhe ka aq shumë aktivitete sa që, do me thonë, vetëm nëpërmjet fotografive tash mund të më kujtohen. Aktivitetet janë të shumta, mund edhe një libër shumë i madh të shkruhet, mund edhe nuk do i nxjerr të gjitha aktivitetet, por edhe në fakultet në Shkup, në fakultetin e muzikës, aktiviteteve nuk jam ndarë, mësimi, studimet kanë vazhduar dhe me kalimin e kohës edhe si njeri, edhe si artist, si çdo kush viç duke u pjek, përveç tani edhe vetvetes i japish më shumë i ke kërkesa prej vetvetes, përveç se si instrumentist kam marrë iniciativa të formoj edhe kor, edhe orkestër, edhe i kam themeluar, i kam udhëheq me pa rezultate, e nuk ka rëndësi, po kryesorja... Rezultatet janë të dukshme, të prekshme, kjo është e bukra. Nuk ka pasur periudhë që jam ndalë dhe nuk jam marrë me aktivitet. Do me thonë, çdo gjë ka qenë kontinuitet duke u rritur edhe intensiteti, edhe niveli artistik, edhe të gjitha. Dhe kam arritë së bashku me shokët, me kolegët, me rrethin, se funksionim të unë mund dukem më shumë. Sepse ashtu e kam edhe pozicionin, edhe detyrën, mundet edhe mediumet më ftojnë, mirë po, merita është një grupi shumë të madh. Do me thonë, mbi të gjithat, kryesisë shoqërisë Xheladin Zeqiri, kolegëve të shkollës muzikës, familjes, rrethit ku jetojmë, e kështu me radhë, sepse të gjitha ato të rinj që i shihni rreth meje, nuk ju ushtroj unë të gjithë, violin, klarinet, piano, bateri, kanë kolegët e mi i përgatisin, unë vetëm se i mbledh, i udhëzoj, i organizoj ose menaxhoj, dhe sot shumica e tyre që kanë ndejt afër nesh janë personalitete të shquara të artit. Bukur. Më interesa po flisja me kaq pasion, mua më erdhi instinktivisht kjo pyetje. Jeton e ke menduar ndonjëherë se si do ishte Tetova pa Xheladin Zeqirin? Tetova pa Xheladin Zeqirin nuk do ishte qytet. Sepse për mua qyteti nuk është as asfalti, as kanalizimi, as lulet, as bule. Ato janë sende të nevojshme të cilët çdo kryetar komune i ka për obligim t'i bon dhe mos i vonon. Ato janë detyrime që çdo kush duhet t'i kryen. Qytetit frymën ja jep kultura, arti, shkolla dhe sporti. Këto fryma e bëjnë qytetin qytet. Çdo gjë tjetër janë vetëm llafe dhe politik. Do me thonë, Xheladin Zeqiri ka qenë shoqëria e cila është formuar në vitin 1936 si dek e organizatës patriotike Besa, në 49 i ndryshohet emri Xheladin Zeqiri për arsye të ndryshimeve politike e kështu me radhë, dhe deri në vitin 1990 vetëm kjo shoqati ka grumbulluar intelektualët, ardashësit, profesorët, patriotët, këtu kanë funksionu, kanë bo mbledhje, prej këtu kanë dalë njerëzit që kanë funksionu njerëzit që në organizu edhe demonstratat e 63-shit e 81-shit. Këtu kanë funksionu njerëz të cilët e kanë themelu klubin e voleybollit Shkëndija, klubin e futbollit Shkëndija, profesor të cilët pas 90-tave ishin themelues të Universitetit të Tetovës. Çdo xic që ka dalë nga shoqëria Xheladin Zeqiri është bo zjarr. Thomë edhe ne gjeneratat e reja që funksionojmë këtu. Ne jemi iniciatorët kryesor që u themelua ansambli i këngëve dhe vallëve në Shkup së bashku edhe me shoqata të tjera në Shkup, Kumanov, domethënë të gjithë së bashku, por Xheladin Zeqiri ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Po ato njerëz morëm iniciativën dhe e themeluam edhe ansamblin e muzikës serioze në Tetov. Në fakt ka qenë një vatër e njerëzve të cilët e kanë mbështet njëri tjetrin dhe janë bërë të gjithë këto procese. Dhe qyteti, si qytet, në qoftë se ka pas erë qyteti, ka qenë po nga këto njerëz të cilët kanë funksionuar edhe para nesh, edhe në kuad që funksionin në kohën tonë, edhe që do të funksionojnë edhe ne kur nuk do të japim kontribut. Dhe kjo është faktikisht pa këto njerëz, pa këtë shoqat, nuk e di se si do të ishte ndryshe qyteti i Tetovës.
Ju e thatë dhe në fillim që në atë kohë, në fakt, ky institucion do thoja ka funksionuar në mënyrë të mrekullueshme me një harmoni të papar, por që të njëjtën mund ta konfirmojmë edhe sot, ju vazhdoni të funksiononi si një familje dhe dëshmi e kësaj kanë qenë jo vetëm sukseset e fundit mendoj që ishin më të dukshme për fal jehonës që morën edhe jashtë Maqedonisë, por në vazhdimsi ju keni pasur sukseset tuaja dhe unë ju përgëzoj sinqerisht shumë për punën, për impenjimet, por edhe për pasionin e njëjtë me të cilin funksiononi që nga fëmiria deri sot dhe uroj të vazhdoni deri në fund të jetës tuaj me këtë kontribut. Kur jemi te Tetova, edhe këtë pyetje dhe do e përmbyll. Meqense po flasim për periudhën e shkollimit tuaj, ka vende ose një vend të veçantë që juve ju kthen në identitetin tuaj që ju kujtohet, ndoshta nuk e di, ndonjë vend ku ke shkuar të lexosh ose ndonjë vend interesant ku je takuar me shokët, me miq, nuk e di, duhet të ketë ndonjë vend veçantë që ty të identifikon me Tetovën. Vend takimi jon i veçantë ka qenë vetëm qendra për kulturë. Okej. Aty e kemi pas atë vend ku jemi takuar dhe kemi kaluar shumë kohë. Nëse të ta them ma kështu literalisht, tamam si duhet. Në qoftë se unë merrem me këtë punë gati 35 vjet, nga mosha 10 vjeçare, edhe rreth im, edhe shokët e mi, jemi një grup shumë i madh që funksionojmë bashkë. Në qoftë se jo çdo ditë, nuk ka shansë çdo dytën e të hyjmë në Pallat Kulturës, edhe në qoftë se nuk kemi punë. Edhe në qoftë se nuk kemi punë. Aty kemi bë prova, aty kemi kalu shumë kohë, aty jemi taku, prej aty kemi dalë dhe kemi shku në ndonjë kafeteri, kemi shku në festival, kemi shku në koncert. Do me thënë, qendra e kulturës ka qenë ai institucioni i shenjtë të cilët neve na ka bashkuar, na ka mbledh bashkë. Por sigurisht ka pas edhe vende të cilët i kemi frekuentuar, normal si shumë të ri, një periudhë në një kafeteri, në një periudhë tjetër kafeteri tjetër, por qendra e kulturës ka qenë ajo të cilët na është mbjell edhe është fiksuar. Dhe sot e kësaj dite çdo gjë ju lidh me atë. Aty vazhdojmë të bëjmë provat, aty vazhdojmë takohemi, mblidhemi, bëjmë mbledhje, i bëjmë këto strategjitë tona, planet tona dhe çdo gjë fillon nga aty. Sa bukur. E tani jeton dua të kaloj të flasim pak për pjesën tënde sentimentale, për pjesën tënde më të bukur, që është dhe familja. Unë e thash dhe në fillim që suksese dhe çdo arritje tjetër është baras me zero, në qoftë se nuk jemi të suksesshëm edhe në këtë pjesë, që është familja. Unë mundova që të bëj një mix të fotografive të kujtimeve tuaja të përbashkëta. Dua të flasim pak për bashkëshorten tuaj. Në çfarë rrethana jeni takuar ju? A të kujtohet ndoshta ai momenti kur ta ka marrë zemrën? Diçka që se kemi dëgjuar ndoshta prej teje. Shkurta është profesoreshe muzikës, sigurisht për kraksja ime më e madhe. A ka qenë muzika ajo që ju ka lidhje tonë? Po muzika ka qenë, se e kom pa në kort të këndu, po. Gjithë jetën me muzikën, e kom pa në kort të këndu, aty e pash, pa. Edhe është sigurisht shtyllë e familjes, dhe normal, në qoftë se nuk e ke përkrahjen e bashkëshortes, nuk mundesh ti t'i bësh gjithë këto aktivitete, sepse normal, ma shumë këto punë kërkojnë t'jesh jashtë shtëpisë, se sa brenda shtëpisë. Kur nuk je brenda shtëpisë, nuk mundesh edhe shumë të përkushtohesh tek familja, është obligimi jonë që të përkushtohemi. Po thom, shkurta është një nanë shumë e përkushtuar, shumë kohë kalon me djalin edhe normal, është ka një humor i që thonë të hatashëm përshtatet çdo situatë, bile në rrethet ku jetojmë, ma shumë janë dëgjojnë muhabetin e të shkurtës se sa më opa. Edhe unë bile do ishte mirë dë njerë vim bashkë, edhe unë ma pak të flasa e të folën ma shumë. Sa ide e mirë. Po, sigurisht që do realizohet. Si do që tjetë është artiste, e kupton artistin dhe për atë arsye e kom edhe shumë ma letë. Sa bukur kjo pjesë. Po djali, unë e kam pa që keni një lidhje të jashtëzakonshme, tamam puna si babai me fëmijën e tij. Në çfarë segmente ka ndryshuar jeta juaj jeton nga momenti kur je bë baba? Çfarë ka ndryshuar në jetën tënde? Djali është dhurata më e bukur e Zotit, nuk diskutohet ajo, dhe sigurisht ndryshon jeta sepse të zbuton edhe si njeri, të bon ma njeri, domethënë. Përçon një dashuri të jashtëzakonshme, një ngrohtësi, domethënë që nuk përshkruhet, edhe në qoftë se më përpara nuk të shkohesh në shtëpi, sepse ose ishe i përkushtuar, jo se nuk shkohet në shtëpi, je i dhanut shumë pas punëve dhe dush të arrish maja nuk arrihet asnjëherë. Tani ka një shkak që thot, aj më mirë do shkoj në shtëpi, do rri me djalin, do luaj, edhe më bukur e kaloj shkohën, edhe më ëmbël është, domethënë.
Sido që tjetë ka pas një vones me të folur, por ja që tash i ka ardhë ajo e të folura, folën shumë, mundohet t'i lidhen fjalët, sido që tjetë çdo moment me të na vjen shumë interesant edhe koha shumë e bukur. E vërtet. Derisa po koordinoheshim me Lonin për video mesazhen, ai më tha që okay, nëse do kem kohë do i kyç edhe fëmijët sepse e di që janë pika e dobët e jetonit. Sa ju mungojnë ata në mesin tuaj, në përditshmërinë tuaj, ndoshta që ti shihni bashk. Unë dusha ti përmendi, po paku dhe u emocionova. E kuptoj, prandaj u ktheva prapë. Era veçanërisht, era është rritë me mua, me ne si familje. Era fëmiu i parë i familjes, e kemi dash dhe vazhdojmë ta duam shumë dhe shumë gëzohemi kur dëgjojmë fjalë të mira, veçanërisht për Shpendin, djalin. Shpendi e ka emrin e babait tim të ndjerë, domethënë, i cili disa vite me radhë shpallet si nxënësi më i mirë i shkollës, por ka edhe një sport qef boksin. Në thëmë, çfarë me Axhën, çfarë të lidhen boksi me nxënësin më i mirë i shkollës. Nga kjo familje artist është një bokser. Edhe, po është fëmijë i cili mëson shumë edhe na bëhemi krenar sepse na tregon edhe dokumentat edhe diplomat. Edhe sigurisht që ato janë fëmijë shumë të mirë, do kenë sukses në jetë, po se edhe Amerika ta jep atë mundësi. Edhe normal era ëmbëlsira e familjes, e cila tash është rritë, është bërë vajzë e madhe, dhe e kanë një të mirë se çdo verë duan të vinë në vendlindje. Kjo ka shumë Edhe rëndësi. Loni u aplotson atë dëshirë, t'i mbajnë lidhjet me vendlindjen, me familjen, me rrethin e vet. Edhe kjo është ajo madhështia e asaj, sepse bota është bo shumë ka ndodhi në botë, nuk mund ta paramendosh se çfarë do ndodhen, sido që tjetë askush nuk duhet t'i shkëputë lidhjet as me familjen, as me vendlindjen, as prej ku ka shku, se s'don vendlindja është vendlindje, gjuha është gjuhë, populli jot është populli jot, dhe duhet të ketë një farë lloj lidhje. Jam plotësisht dakord. Urojmë që fëmijët të kenë shëndetin fillimisht, të kenë jetë gjatë, e t'ju bëjnë krenar gjithë juve përjetësisht derisa sa kemi jetë. Jeton edhe një person tjetër shumë i veçantë, ka vendosur të thotë disa fjalë. Se kush është e shohim bashkë. Përshëndetje nga Zvicra, të dashuria tonë. Të përshëndet dhe të përgëzoj për gjithë çka që ke bërë deri sot. Ti je i veçantë në i llojit tënd. Ti ke ngritë artin në Tetov dhe jashtë Tetove. Ti. Të flasim për vlerat tua, do duan më shumë se një libër, por është fati yt se edhe bashkëpunëtorët tua që i ke të bashkangjiten, të mbështesin, bashkëpunimi i juaj është i frytshëm. Të punosh me gjithë këto gra grupit Teuta, që jemi 24, dhe t'ja ngresh vlerat e gruas në këtë shkallë, është vetëm punë. Grupi i grave Teuta ka shumë respekt duke e vlerësuar punën tënde, se ti je ndoshta një ndër të vetmit dhe bashkë me orkestrën që neve na japish moral, edhe aty ku dikundi nuk mundemi t'i thush mundemi, dhe ne me të vërtet mundemi. Të dalish në Got Talent Show është një surprizë edhe për ne, edhe për të gjithë gratë rreth e qark Ballkanit, ndoshta edhe jashtë kufive të Ballkanit, të cilat në kanë përgëzuar, në kanë uruar dhe ndoshta kanë dashur të jenë pjesë e asaj. Jeton ti je punëtor, ti je korrekt, ti mundohesh. Dhe gjithmonë njeriu kur punon, sigurisht se fiton. Ty pengesat nuk të ndalin, përkundrazi të bëjnë më të fortë, të bëjnë më të përgjegjshëm. Prandaj, rruga e artit është e rëndë, këtë duhet ta di secili. Nuk është e lehtë të mbahet Xheladin Zeqiri dhe grupi i grave në kuadër të Xheladin Zeqirit me shumë pak forca. Dhe këto janë forcat e juja, forcat tona që mbijetojmë në këto kushte
të dua fort, të respektoj, të nderoj dhe të uroj jetë të gjatë e të lumtur në shtëpi, jashtë shtëpie dhe në ardh. Ju përshëndes të gjithëve, Flora të përqafoj dhe të përgëzoj për programet e bukura që bën. Mirupafshim. Sa mesazh i bukur kë. Në fakt ju keni edhe lidhje fare fisnore me zonjën Flora Kasapi Sherifit, të cilën unë e falenderoj shumë. E din çfarë më tha kur i kërkova ta bënte këtë mesazh? Ta jam në Zvicër, e rrethuar vazhdimisht me shumë njerëz, ta po do ta bëj të pamundurën, ta jetoni është djali im, kështu që ta do ta bëj një mesazh se s'bën. Si të bën të ndjen? Flora, njerë, faleminderit shumë për këto materiale, me të vërtet më kanë emocionu dhe unë nuk i kam prit. Fakt, unë nuk erdhe dhe kështu i përgatitëm, pa si do që tjetë, Halla Flora është një hallë shumë e madhe, njerëzit e njohin tashma se edhe si halla e shpatit të ndjerë, ne jemi të gjithë një familje, edhe në momentet kur ndodhi fatkeqësia, ne kemi qenë herë e dytë që duheshte të shkonim në Shqipëni. Të gjithë ishim të thyrë emocionalisht, po Halla Flor dhe tezja e shpatit, zonja Bushe, na kanë dhënë atë forcën më të madhe që rruga duhet të vazhdon. Dhe me thënë, sepse për ne ishte me të vërtet diçka shumë e rëndë. Dhe ne u adim për nder, se për atë arsye këto janë zonja shumë të mëdha. Dhe me thënë, se në momentet më të rënda jetësore, din të gjejnë forcë, po edhe të t'japin forcë dhe kurajo se rruga duhet të vazhdon. Halla Flor, unë nuk di që të them, është një hallë, një shembull se si duhet edhe të rinjt ta kenë shpirtin. Kudo që të është prezent, për atë fjalët e saj unë i marr shumë afër zemrës sepse e di edhe se shpirtin ja njoh. Se vin nga shpirti. Çaq e këndshme, çaq entuziaste, aq shumë forcë, aq shumë jep mesazhe të mira, saqë të rinjt mund të mësojnë shumë, nuk flas për moshën e saj. Ajo mund të ketë një farë lloj moshe, mirë po në shpirt është aq e re, saqë ne punojmë me vajza të reja, ne thomë si ka mundësi gjenerata e Hallës Flor ose grupi grave të uta, tu thosh me ato. Ti sikurse më thosh me vajza të reja, me vajza të reja, nuk lodhen, nuk janë të disiplinuara, i respektojnë rregullat dhe neve na vjen turp të thomë une u lodha, ose blerimi, ose profesor Bekimi, ose orkestra, kur i shojsh gjitha të gra të cilat nuk ndalen dhe përqojnë gjithat energji pozitive, përqojnë qytetarizëm, intelektualizëm dhe japin shembull se shpirti asnjëherë nuk mplaket. Shumë e vërtet. Dhe unë mendoj që kori grave është një shembull ideal për t'i inspiru vajzat e reja, por edhe pjesëtarët e rinj të Xheladin Zeqirit. Mendoj që jeni me fat që keni këtë të mrekullueshme. Secila mama e bukur se tjetra. Dhe dua edhe diçka të shtoj për zonjën Flora, sepse unë kam kaq vite në televizion jeton dhe intervista me zonjën Flora ka qenë nga ato intervista që mua më ka lënë pa fjalë, më ka fascinu. Do me thënë ka qenë nga ato intervista ku më kanë mungu pyetjet, jam emocionuar shumë, është një grua e jashtëzakonshme, kështu që në qoftë se na ndjek, se tha do ju ndjek, unë e përqafoj shumë dhe dua t'i them që je një grua e rrallë, definitivisht. Për mua ka qenë intervista me më shumë impakt në popullat atë intervista që e ke pas me Hallën Flor. Dhe vlerësoj, e kam pritur momentin e duhur jo rastësisht. E kemi bisedu me njerëz, nëse e kemi ndjek të gjithë, u ndoj shumë ajo intervist, edhe e kemi bisedu me njerëz, qoftë në kolektiv, në shkollë, në kafe, në vendet të ndryshme, me të vërtet ka qenë një intervist që na ka prekur të gjithëve, po edhe rasti ka qenë i tillë, por edhe mënyra se si ajo tregonte situatën ose ngjarjet ka qenë diçka që të gjithë duhet marrim shembull. Pajtohem plotësisht. Jeton, tani dua të kalojmë pak tek meqense deri tash kishim kaq pjesë të bukura, rrugtimi yt nuk ka qenë i thjeshtë. Ne kemi biseduar edhe disa nga problematikat e këtij vendi në intervistën e fundit që kemi pasur bashk. Pyetja ime është kështu direkte, sa është e vështirë të jesh një artist i pa kompromis në një vend ku do thoja muzika nuk është, arti nuk është prioritet? Është shumë e vështirë, do me thonë se duhet jesh shumë kokfort, edhe... Ashtu si shta dhe zonja Flora, je shumë punëtor, nuk dorëzohesh kur. Ai nuk e ve në diskutim unë dorëzimin, do me thonë, pavarësisht se ju i shihni incizimet, fotografit, ka shumë aktivitete, sukseset janë nuk diskutohet, mbasi thash,
tani më keni përzgjedh mua si figurë, po thash, këtu funksionon një grup i tanë, kryesia e Xheladin Zeqirit, orkestra, valltarët, këngëtarët, tani grupi grave të uta, dhe normal që tani si udhëheqës artistik mundet se unë e dukem. Mirë po, të gjithë japin kontributin e tyre. Vështirësitë janë të mëdha për arsye se ne çdo herë kemi qenë sulmuar edhe nga politika, sepse nuk jemi të dëgjueshëm të politikës. Edhe pse çdo kryetar komune na ka ndihmuar, po në fillim par herë kam pas atë iniciativa që të instalojnë njerëz, çdo kush, nuk flas vetëm për Perxhu, të instalojnë njerëzit e vet në kryesinë e Xheladin Zeqirit, po nuk kanë arrit asnjëherë. Por mande e kam pa se kështu ka funksionu dhe do funksionon kjo shoqat, kjo është e hapur vetëm për njerëzit ardashës, për njerëzit që duan të kontribuojnë, dhe ndihma nuk ka munguar nga komuna asnjëherë. Dhe sido që të jetë, nuk është ajo që duhet ta marrim si feedback. Veçanërisht edhe nga Ministria e Kulturës. Në qoftë se i shihni ju shoqata të cilët funksionojnë më shumë, që mos e përmendi vetëm Xheladin Zeqirin, është Emin Duraku, Ibe Palikuqi, po Bajram Shabani, më të vjetrat i përmendi, ka edhe të tjerë. Nëse e shihni se sa marrin nga Ministria e Kulturës, ju do thoni se si mund të funksionojë një shoqëri me 30 deri 40 aktivitete në vit me aq pak fonde. Po ja që pak Ministria, pak komuna, pak njerëzit qytetarë të tjerë, ne ja dalim. Por kjo është pengesë për ne, sepse mund t'japim edhe më shumë, bëjmë gjëra edhe më të mira, po jo të merremi me probleme të na lehtësohet, jo të merremi me probleme të natyrave të ndryshme. A se është problem? Është problem. A është rënd? Është shumë rënd, sepse shteti jon ka edhe probleme të tjera. Edhe për atë arsye çdo herë mundohen që kulturën ta lanë në fund. Po ja që ne që e dum, po ajo fatkeqësisht. Ne që e dum nuk dorëzohemi asnjëherë, për ne do jetë çdo herë prioritet kultura, arsimi, sporti e kështu me radhë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jeton në një periudhë u përfol edhe emri juaj që mund t'i futesh e politikës. E ke menduar tani pasi kaloi themi ai kaos, mund të të shohim ndonjëherë duke udhëhequr dhe ndoshta të t'jepet mundësia që të bësh më shumë për artin, për kulturën, sportin në qytetin tuaj? Duke e hek modestin, dhe duke u krahasu me këto që kanë qenë dhe që janë Ministritë Kulturës, unë më shumë se ato, duke hek modestin, se ta thom ashtu si është, bëj sende shumë më të mëdha mund të bëj, nuk thom që më i miri dhe s'ka më të mirë, po ato njerëzit tërhiqen kur shohin kështu koklavitje. Sepse neve na kanë lënë mbas ata që na kanë prezantuar Ministrinë e Kulturës, na kanë përfaqësuar në fakt. Jo çdo herë ose në të shumtën e rasteve jo më të mirët i kemi dërguar përfaqësuesve. Dhe sigurisht nuk duhet të dorëzohemi. Në qoftë se kam shëndet dhe jetë, unë edhe 20 vjet dal në penzion. Do e bëj punën, do shkoj një herë ke ajo ministri. Si do e bëj unë e di. Po, dhe me jargonin popullor do të kisha thënë shumë, ta them atë pak tetovar që të flas, po, shumë bilmeza kemi në për institucionet kulturore. Bile disave u jepet mundësia edhe të udhëheqin, vjen keq që e them këtë shumë, po ky është realiteti dhe jo vetëm unë, të gjithë duhet bashkohemi që t'i pastrojmë institucionet e kulturës dhe të vinë njerëzit e duhur. Nuk flas përsëri për veten, se unë e ndjej veten më mirë në arsim, aty zemra mund të flet. Aty ndjehem. Je në zonën tënde, patjetër. Aty kur punoj me nxënës, me student, me shkollës fillore, aty ndjej një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe por nuk duhet të dorëzohemi. Çdo kush duhet ta ngrenë zanin e në të thotë se nuk jemi mirë në aspektin e kulturës. Nuk jemi mirë, duhet bëhen sa më shumë debate, duhet ngritet zëri. Se sikur se të merresh edhe me këto problematika, tupën energjia, të merresh edhe me punët e mendshme, do kisha thënë. Edhe me punë të cilët me të vërtet duhet t'i bën dikush. E vërtet. Dhe ky është realiteti në shtetin tonë. Ne do të vazhdojmë, kemi edhe për të bërë. Kjo mund të jetë gjysa e rrugës, punë më të mira edhe na presin punë edhe më të mira, po. Ne shqiptarëve të Maqedonisë na mungon edhe baleti. Do kush do të thotë, po pse tash baleti? Po edhe baleti, se nuk ka vajzë e vogël, vajzë e re e cila nuk e don baletin dhe nuk shon kur unë flas për qytetin tim. Pse disa prej tyre mos e vazhdojnë në shkollën e mesme? Ose mos vazhdojnë edhe fakultetin, po edhe ne shqiptarët e Maqedonisë ta mbrim një ditë një premier liçenin e mjellmave. Kështu duhet ta mendojmë, se kështu kemi biseduar edhe për ansamblin e këngëve dhe valleve, kur dikush as që i shkonte mendja se mund ta kemi, po jo ma një ansambël të muzikës serioze,
mbritet edhe ju të keni një ansambël të muzikës, që e mrinëm, se të gjithë e kemi kërku, të gjithë kemi punu, e kemi, ka disa pengesa, do regulohen, edhe ai ansambël do ta zhvillon aktivitetin ashtu siç duhet. Uroj shumë. Ne do ta përmbyllim këtë pjesë të parë të bisedës sepse është koha e marketingut të dytë, por rikthehemi shumë shpejt dhe direkt në performancë akustike nga Jeton Pustina në studion e emisionit Prizma, kështu që mos u largoni nga ekrani i televizionit Alsat. Flora, une e marr kitarën sepse ti insistoj shumë ta marr kitarën. E para une e marr kitarën dhe këndoj çdo herë me shoqni për qejf, sepse unë nuk jam këngëtar profesionist, po ja që sot pasi e mora përsëri, unë do të këndoj një 2 këngë, të cilët gjenerata e grupit Teuta, generatat të cilët kanë më të vjetër se ne që kanë funksionuar, i kanë kënduar dhe jo e kam një farlloj arsye t'i këndoj dhe dua bëj me dije generatave të reja të cilët nuk duhet t'i harrojnë të këngë, të cilët prindet e tyre, gjyshrit e tyre janë rrit në ato kohra shumë të vështira dhe të jenë pjesë e repertorit, kudo që të mlidhen ose të këndojnë, por edhe t'i dëgjojnë. Sepse vetëm duke ruajtur trashëgimin tonë, nesër do të mund të flasim për identitetin tonë, për kulturën, për popullin tonë. E vërtet. Kam 40 vjet, kam 40 vjet që jam në bun. Asnjëri nuk vjen me mpa mu, asnjëri nga prindët e mi, asnjëri nuk vjen me mpa mu, asnjëri nga prindët e mi. As nan, as bap, as nan, as bap, as motër vlla, përveç të dashurës sime, që po vjen nga i hero me mpa. Përveç të dashurës sime, që po vjen nga i hero me mpa. Ajo më thot, ma jep shamin, unë shamin ty do t'a japi, që t'a lash me lotët e tu. Unë shamin ty do t'a japi, që t'a lash me lotët e tu. O trima luftëtarë, o bite Skënderbeut, kërkoni ju shqiptarë, lirin e mëdheut, se mjaft në robëri, moje mjera Shqipëri. O djem rëmbeni armët të javdekjeja liri, se mjaft në robëri, moje mjera Shqipëri. O djem rëmbeni armët të javdekjeja liri. Kjo tamarisht e qërshia mbi thort. Mua më ngeli kjo pjesë në intervistën e fundit që kishim bashk, nuk patëm rastin të këndosh më shumë, ishte kënga Elbasan i bukur, Elbasan, nuk e di me që rast ishte e lidhëm shumë bukur. Ishte dita e verës në Elbasan dhe e lidhëm, ishte 14 mars ka qenë. Më duket se po, sakt. Edhe tash herën tjetër të kemi ma shumë hapësirë. Faleminderit shumë. Jeton dhe një pyetje të fundit kam. Po të kishe përball Jetonin e vogël, tani nga kjo distancë kohore, nga krejt këto që ke kaluar, çfarë do i thoja ati? Do i thoja të merret vetëm me artë dhe vetëm me artë, sepse arti, kultura, jo vetëm një të voglit, të gjithve u thom, më ndryshe t'i hap syt, horizontin dhe kënaqësinë që e ndjesh në kulturë dhe në artë nuk mund të ndjesh në profesionet tjera. Sa do i suksesën t'jesh dhe sa do shumë të fitosh, këtë që na jep neve arti dhe kultura, këtë kënaqësi, këto udhëtime, këto takime, incizime, e shumë gjërat e tjera, nuk besoj që ndonjë profesion tjetër
edhe do t'i isha thonë prap jetonit vogël vetëm me art. Dhe mos u dorëzo. E bukur shumë. Jeton, faleminderit shumë që na e dhe këtë mundësi të të njohim nga një prizëm krejt tjetër, diçka ndryshe që nuk është thënë në intervista tjera. Ky është dhe qëllimi i emisionit Prizma, që ne të mësojmë historitë e njerëzve të cilët nuk janë dorëzuar asnjëherë në rrugtimin e tyre dhe nuk janë dorëzuar para misionit për të cilin kanë ardhur në këtë jetë. Kështu që faleminderit shumë, ishte nder dhe kënaqësi. Ishin minuta shumë të bukura që kaluam bashkë sot në këtë bisedë. Faleminderit edhe ty, Flora, për emisionet e bukura që i bën, po unë të them, unë e kam pak si dopsi, jo se bisedoj dhe e kam dëshirë shumë, bisedoj për çështjet personale, familjare, jo se nuk e bëja, po unë po ja ashtu tipi, jo mundet jem më i mbyllur dhe jo mësu vetëm bisedoj për aktivitetet, për kulturën, për rrethin, për gjërat të tjera, po ja që një gazetare e suksesshme arrin edhe këtë qëllim. Faleminderit shumë. Kjo është dhe ideja. Prandaj edhe këto emisione kanë rezultuar shumë suksesshme sepse njerëzit duan t'ju shohin ndryshe. Faleminderit shumë edhe një herë, ishte kënaqësi.